Drejtësia, as që mund të konsiderohet për besimtar një njeri në zemrën e të cilit s'ka ndjenjë dhe vetdije për drejtësi. Allahu xhaleshanuhu kur të flitni duhet të jeni të drejtë dhe nëse është çështja për të afërmit tuaj. Surja Al-An'am ajeti 152. Pastaj thot: "Wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl." Dhe kur të gjykoni, ju urdhëron të gjykoni me të drejtë mes njerëzve. Surja Nisa ajeti 58. "Wa umirtu li'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum." Jam urdhëruar të mbaj drejtësi mes jush. Allahu Zoti ynë dhe Zoti juaj. Surja Shura 15. Pastaj në çdo të xhumon në namazin e xumas, hatibi ligjërues na përkujton urdhëresën e Allahut që të jemi të drejtë. U thuhet: "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun." Allahu urdhëron drejtësi, pamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga amoralitetin, nga e nevritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim. Surja Nahl ajeti 90 me radhë. Omer radiallahu anhu thoshte: "Drejtësia është themeli i një shteti." Kur në të kaluarën e artë të Islamit punohej me drejtësi, njerëzimi përparoi shumë, si në aspektin ekonomik, si në aspektin arsimor, shkencor dhe inovativ. Drejtësia është një faktor kyç që të përparojë një shoqëri. Nëse një shoqëri don të përparojë dhe të ecë përpara, duhet të punojë me drejtësi në mënyrë që të ketë balanca dhe barazvlera, të cilat mundsojnë që qytetarët ose fshatarët e atij kombi ose atij vendi të kenë mirëqenie. Dhe kur bëhet barazia si në ekonomi, në arsim, në zhvillim e kështu me radhë, atëherë kemi rritje të vetdijes, kemi rritje të mirëqenies dhe drejtësia e çon përpara këtë.